Rumejsa Mahmut Aliriza Badar. As kriminal, as një kërcënim potencial. Thjesht student. Mendje të reja që kaluan oqeanet për të studiuar në të ashtu quajturën tokën e lirë. Tani në pranga, të hedhur në qendrat e largëta të paraburgimit, duke u përballur me dëbim jo për shkelje të ndonjë ligji, por për zërin e tyre, për qëndrimin e tyre me Palestinën dhe thirrjen e tyre kundër gjenocidit në Gaza. Në Amerikën e sotme, fjala e lirë ka një çmim dhe nëse emri juaj tingëllon i huaj, ai çmim mund të jetë edhe liria juaj. Të shohim pse. Të marrim për shembull rastin e Rumejsa Öztürk, një studente doktorature në Universitetin Tufts. Muajin e kaluar, Öztürk u arrestua nga agjentët e imigracionit dhe zbatimit të kostumeve, ndërsa ishte duke shkuar për një darkë iftari gjatë Ramazanit. Brenda pak orësh ajo transferua në një qendër paraburgimit të largët në Louisiana, larg familjes dhe mbështetjes ligjore. Arrestimi Öztürk nuk është i rastishëm. Shumë besojnë se kjo është e lidhur me kritikat e saj ndaj qëndrimit të Universitetit Tufts karshi lëvizjes pro-palestineze. Dhe rasti Öztürk është vetëm një pjesë e një modeli shqetësues. Mahmut Khalil dhe Aliriza Durudi, dy studentë të tjerë ndërkombëtar, janë arrestuar pa akuza penale dhe janë zhvendosur në qendra të ngjashme paraburgimit të largëta, pra shpesh në Louisiana. Objekte të njohura për kushtet e tyre brutale dhe vështirësi për akses të avokatit ligjor. Avokatët e studentit iranian Aliriza besojnë se arrestimi i tij mund të ketë qenë pjesë e një operacioni të synuar nga ICE, ndërsa ekspertët ligjor, grupet e të drejtave të njerëzit, madje edhe zyrtarë të universiteteve kanë shprehur shqetësimet e tyre. Presidenti i Universitetit Tufts i doli në mbrojtje studentes Öztürk, duke pohuar se nuk kishte prova se ajo kishte bërë ndonjë gjë për të justifikuar arrestimin e saj, ndërsa bëri thirrje për ta liruar. Megjithatë, ICE vazhdon të synojë studentët për pikpamjet e tyre politike, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë për ta që t'i kundërshtojnë. We do it every day. Every time I find one of these lunatics, I take away their visa. You're saying it could be more than 300 Sure. visas? I mean, at some point I hope we run out because we've gotten rid of all of them, but we're looking every day. Këto transferime ngren pikpyetje nëse qeveria po përdor kërcënimin e dëbimit si një mjet për të heshtur mosvajtimet, veçanërisht ata që kundërshtojnë politikën e jashtme të SBA-s për konfliktin e Gazës. Dhe nga një luftë në një tjetër, betejë për studentët ndërkombëtar është larg përfundimit. Ta quajmë Amerikën si të duam, por një është e sigurt. Kjo s'mund të jetë një demokraci.